Të dashur miq, sot është 10 qershori dhe sigurisht do të isha shumë i lumtur nëse ai uragan që marshon rrugëve të Tiranës dhe ka lëshuar valën e patriotizmit në mbar botën, ku shqiptarët po ndihen më shqiptar. Dhe bota po kupton se nuk i jemi ata që ata kishin menduar. Nga politika e Serbisë dhe Greqisë të imponuar. Sot është 10 qershori i lidhjes së Prizrenit. Është dita e çlirimit të Dardanisë. Është dita ku presidenti amerikan George Bush deklaroi pavarësinë e Dardanisë. Dhe 2 vjet më pas antarësimin e Shqipërisë në NATO. Ndërsa për mua kam botuar në gazetën Ballkan një artikull. Acari i padëshirueshëm rus. Është shkurtuar se titulli ka qenë Rizgjimi i frikshëm i Ariut Polar. Dhe dini pse? Se Putini qau në Gjermani lindore kur pa Rusinë të shpërbëj. Dhe u betua se do të ktheheshe vërtet si një ari i bardhë i tërpuar. Dhe çfarë kam shkruar fatkeqësisht ka ndodhur. Po ne shqiptarët do të duhet të marshojmë sot me këto tabela. Lidhjen e Prizrenit, George Bushin dhe çlirimin e Dardanisë nga sulmi spektakolar i NATO-s. Edhe me një fitore të Albin Kurtit për të normalizuar përfundimisht qeverinë e Dardanisë pa listën e Serbisë. Me një president konsensual për të vazhduar maratonën për forcimin e shtetit shqiptar në krahinën veriljindore, Dardaninë martire. Gëzuar shqiptar, qofshim krenar dhe me progres në marshimin përfundimtar për të larguar klasën e vjetër politike dhe ata që do të vinë mos harrojnë gjakun e dëshmorëve. Nuk duhet të harrojmë kurrë. Pikërisht, sepse jemi shqiptar, me 37 luftra kemi mbijetuar në 29% të tokës tonë të Perëndisë. Fitore, gëzuar shqiptar.